Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga I falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, njeriu duke ecë dhe duke lëviz nëpër dunja lakmon, kërkon që të ketë çdo gjë që ka mundësi ta ketë këtë botë. Ta gëzon jetën, ta gëzon pasurinë, të kënaqet me fëmijët e vet dhe miqtë e vet. Jemi duke folë për bereqetin që ko pas kohe mendojmë që I kemi humb, ama nuk është të vërtet, sepse Allahu Gjeleshanu në ka dhënë bereqetin. Allahu Gjeleshanu bereqetin do njëherë, por edhe në shumicën e rasteve nuk e jep se ne meritojmë, po pse Allahu Gjeleshanu ishte I mëshirshëm. Të ndershëm vëllezër, fjala bereqet do të thot frit, dobi. Bekimi Allahut të lartësuar ndaj çdo gjëje që ekziston dhe ka shpirt, por që nuk ka shpirt këtë botë. Nëse është pak, Allahu e shton dhe e bën shumë. Nëse është shumë si bereqet, inshallah Allahu e bën të dobishëm. Kurse friti dhe e mira më e madhe e bereqetit është kur ne atë bereqet që na ka dhënë Allahu e shfrytëzojmë në kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Të ndershëm vëllezër, Allahu kur e zbret bereqetin përfshin çdo gjë. E para, bereqet nën kuptojmë pasuri. Bereqet nën kuptojmë rahati në shtëpinë tonë. Bereqet nën kuptojmë kur dim ta shfrytëzojmë kohën dhe nuk e humbim kohën. Bereqet nën kuptojmë kur kemi punë, kur kemi prodhim, kur jemi të martuar, është bereqet me pas bashkëshortet në shtëpinë tonë. Kur ke mjet, ke vetur. Kur ke pasuri të bollshme, ama bereqeti më I madh është kur e kemi trunin dhe kur e kemi fejën tonë. A kish kuptim bereqeti dhe pasuria, ama s'ke mend dhe s'ke trun? Çfarë kuptimi ka bereqeti dhe pasuria nëse nuk kemi fe? Ndoshta për dika ka kuptim, mirë po të ne muslimant nuk ka kuptim. Jeta me bereqet të bollshëm, me të mira shumë, ama pa fe dhe pa trun, ose pa shëndet. Të ndershëm vëllezër, çka nuk kuptojmë me bereqet në pasuri? Kur rritet pasuria, shumohet me bollëk, aq sa na duhet bile teprohet. Çka nuk kuptojmë bereqet në shtëpitë tona? Kur kemi qetësi dhe kur shkojmë të shtëpi në shtëpi pushojmë. Se ai që ka probleme në shtëpi e frigohet me shku në shtëpitë vet. Se nuk pushon, veç nervozohet. Por atë çka ke lutim Allahun që të na shton bereqetin në familjet tona, në shtëpitë tona. Çka nuk kuptojmë bereqet në ushqim? Kur kemi ushqim të mjaftueshëm, kur kemi ushqim me dhënë dhe fukarave, kur kemi ushqim me dhënë dhe kujshive, kjo është bereqeti I bollshëm dhe I mjaftueshëm ose bereqeti në ushqim. Bereqet në fëmijë, çka është bereqeti në fëmijë? Kur I edukojmë fëmijët e tonë, kur janë të bereqetshëm, kur presim nga fëmijët e tonë që të na kthejnë atë që e kemi investuar në ata. Kur jemi të sëmur, na dërgojnë në spital dhe na mundohet na shërojnë. Kur kemi brenga, ata na ndihmojnë. Kur kemi nevojë për diçka, ato vinë, e lanë punën, kërkojnë leje nga drejtori dhe në ku punojnë atje. Pse? Se prindin tim nuk e ka mirë dhe duhet me dërgu diku. Kjo është bereqet në fëmijë, sepse të gjithë njerëzit në botë kanë fëmijë, ama I kanë fëmijë të bereqetshëm. A kanë dobi nga fëmijët e tyre? Shumë pak edhe radhë. Të ndershëm vëllezër, bereqeti në imër,
Shumë në njerëz kemi që jetojnë nga 100 vjet. Edhe themi e lutim Allahun xhaleshanu që Allahu xhaleshanu t'ju jep bereqet në imër, që t'jetë rahat. Bereqeti në imër, në jetë të gjatë është kur jetojmë gjatë, ama veprojmë punë të mira. Se përndryshe jetë e gjatë me gabime nuk është jetë e bereqetshme. Bereqeti në kohë, kur e shfrytëzojmë kohën ashtu si duhet. Bereqeti në shëndet, kur jemi të fuqishëm dhe kemi aktivitete, pse Allahu na ka dhënë fuqi. Se para mendoj ti tash, jetë 30 vjeçar, 40 vjeçar, ama nuk mundesh. E ke një smundje, Allahu t'ka sprovu me një smundje, mua apo juve. Edhe ti ke dëshirë me shpirt, me zemër, me ndihmë, ama nuk mundesh. Para çka ke lutim Allahun xhaleshanu dhe bereqet në shëndet, o vëllezër. Shëndetin ta shfrytëzojmë dhe kohën e lirë. Sepse kur t'na merr Allahu shëndetin, kena me thonë, shfrytëzoj kohën e lirë, se kur zihesh me ndonjë punë tjetër e tjetra. Allahu xhaleshanu thotë: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu", në qoftë se ai populli aty fshatit apo qytetit kishin besuar dhe ju kishin friguar Allahut, le fetahna alehim berekati minas samai, do t'ja dërgojmë bereqetin e bollshëm nga qielli, wal ardi, edhe nga toka, walakin kadhabu, mirëpa ata kanë gënjejt, kanë rrejt, wa akhadnahum bima kanu yaksibun, edhe ne u kemi marrë bereqetin atyre, sepse ata kanë meritu. Të ndershëm vëllezër, disa parime që na drejtojnë ka bereqeti. E para, frikë respektin dhe Allahu subhanahu wa taala. Me këtë ajet që e thash, argumenton Allahu që duhet të frikohemi nga Allahu. Ta duam Allahun që Allahu të na jep bereqet. E dita, leximi i Kur'anit, me bë tasbih, me thon subhanallah, me thon alhamdulillah, me thon Allahu akbar. E treta, dua me lut Allahu subhanahu wa taala na shton bereqetin. Ose në qoftë se Allahu na ka dhënë shumë bereqet, na ban bereqetin përparimtar, që nëpërmjet atij bereqetit të përparojmë ne, fëmijët e tonë dhe muslimanët kudo që janë. E katërta, atë obligim që e kemi marrë të realizojmë, edhe inshallah Allahu xhaleshanu na shton bereqet në punët e tona. E falin namazin, edhe duhet me thonë kështu, inshallah Allahu na shton bereqet në namaz, o vëllezër. Si nën kuptohet bereqeti në namaz? Ne një dy Allah i kabul. Po edhe kjo mirë, inshallah Allah i na bën kabul. Ama unë nëse nuk e kam një jetin e mirë për namaz, 100 vetë me më thonë Allahu ka kabul, ai namaz nuk pranohet. Inshallah Allahu na shton bereqetin si vëllezër në xhami ku jemi. Na shton bereqetin namaz. Çka do me thonë bereqetin namaz? Që sabah me dal mu fal. E bereqetin sabah të çon edhe në drek mu fal. E bereqeti namazit drekës të bën të mirë me kujshit. Do me thonë, frikë respekti shtohet dhe Allahu subhanahu wa taala. Tjetra, mu largu nga malli dhe nga fitimi haram, o vëllezër. Sepse ajo që është halal dhe kjo që është haram, kur ti përzish, ajo kret nuk quhet bereqet. Tash mundet me thonë dikush, apo unë kam fitu pasuri me djerës, ti me djerës ama haram e ki. Ki organizu 100 vetë, ke vetë dikujt parët. O e përni me djerës, se me bo me zonë katastrofë. E disa djerësu ki diri se i ka vetë. A më thotë, në kjo bereqet. Nuk është bereqet. Bereqet është ajo që fitohet halal. Ajo që është haram dhe që fitohet haram nuk është bereqet. Të ndryshëm vëllezër, për në fund një ajet Allahu xhaleshanu thotë, secili prej nesh duhet me kërku falje, duhet me lutë Allahun, duhet mu pendu të ai. Dhe shohim që nuk shkon puna, e shohim që nuk ka të ardhura, duhet mira vetës mas. Me pa ku kemi ngec, ku kemi probleme. Pse Allahu nuk na e bereqet? Pse Allahu na ka paksu? Pse Allahu dërgon breshër? Pse Allahu na e shkatron atë që kemi mbjell? Duhet mira vetës mas. Allahu ose i splavon njerëzit ose i dënon. Nuk kam qef unë si musliman, as por ju as për askën që Allah të në dënon. Sprovat janë gjë normale. Nëse Allah në sprovon, du të me bon sabër. Ama dënimi o diçka tjetër. Pse Allah i dënon njerëzit? Sepse ata e meritojnë dënimin. Sepse ata kanë gabu. Të ndeshëm vëllezër,
Allahu Gjeleshanu thot, fëkultu staghfiru rabbekum innehu kjane ghaffara, kërkoni falë nga Allahu sepse Allahu falë, yursilu sema alejkum midrara, dhe Allahu ju dërgon shi të bollshëm, wa yumdidkum bi amwalin, dhe Allahu ju jep pasuri, wa banina ju jep fëmijë, wa yaj'al lakum jannatin, dhe Allahu ju çon kopshte, wa yaj'al lakum anhara, dhe Allahu ju jep të mira dhe lumej, liqene, ashtu si kemi të mira që i dim edhe ata që nuk i dim. Por në fund, duke pas parasysh që ne i takojmë fejës islame, ne jemi musliman, ne mundohemi për ditë më bëhet mirë, e lusë Allahu Gjeleshanu që të na shton bereqetin, të na udhëzon rrugë të drejtë dhe të na përforcon rrugën e drejtë, e lusë Allahu Gjeleshanu që të gjithë fëmijët e tonë që janë regjistruar për shkollat mesme dhe fakultete, inshallah Allahu Gjeleshanu e bën të mundshme i planon që të kemi hajër dhe dobi prej tyre. Inshallah Allahu na udhëzon dhe të gjithëve së bashku në xhennet na çon. Barakallahu lana wa lakum في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المسلمين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله